Fati i hidhur, Selvia zbulon momentet e fundit me shpatin. Pavarësisht konfirmimit publik të ndarjes pak muaj më parë, çifti kishte vendosur të lindte pas problemet martesore dhe ishte ribashkuar në fshehtësi. Qëllimi kryesor i ribashkimit dhe i planit për të zhvendosur ishte shëndeti i djalit të tyre, Roeli. Në postimin e saj pas humbjes, Selvia zbuloi planin e tyre, duke shkruar: "Sa të lumtur ishim që më në fund Roelit po i bëheshin dokumentet në Itali, që të mund ta çonim sa më shpejt te logopedet më të mirë. Sa të afërt kemi qenë, sa bashkëpunues në privatësinë tonë." Kjo histori ribashkimi dhe shprese për një jetë më të mirë për fëmijën e tyre, u ndërpret tragjikisht nga vdekja pa pritur e shpat kasapit në moshën 40 vjeçare. Kjo tregon për dashurinë dhe angazhimin e tyre të madh si prindër, edhe pse raporti i tyre ishte i tensionuar më parë. Bëni subscribe për të informuar me lajmet e reja nga bota e showbizit shqiptar.